Profesori Enver Bytyçi ka reaguar me një mesazh të fortë publik drejtuar Behçet Pacollit, ku e paralajmëroi këtë të fundit për rreziqe që sipas tij lidhen me investimet në aeroportin e Vlorës dhe interesat e grupeve të fuqishme politike e ekonomike, me tone të drejtpërdrejta dhe kritike. Bytyçi, përmes një shkrimi dërguar bota sot, i kërkoi Pacollit të ruajë aksionet dhe kokën, duke aluduar për përfshirje të mafias së shtetit në prapaskenat e projekteve me vlera të mëdha financiare. Në vijim shkrimi i tij plot, një këshill për Bacin Behçet. Kujdes Bac, Ervis Martina u zhduk mbasi vuri 600 milion euro me lejen e Duan e Naltmadnis në Tiranë. Kjo sepse Ervisi nuk pranoi t'ia dorëzonte ato para me vullnet të lirë. Nuk është kollaj ato 40% të aksioneve që kishte planifikuar për veten në Naltmadnis, t'i shkojnë dëm. Ruaj aksionet në aeroportin e Vlorës, Bac Behçeti, po ruaj edhe kokën, se bëhet fjalë për qindra milion euro që mafia e shtetit i do prej teje. Behçet Pacolli, emri më i përfolur i ditëve të fundit në lidhje me hetimet që po zhvillohen për aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, ka reaguar gjërë gjatë në lidhje me këtë çështje. Në vijim, postimi i tij i plot në rrjetet sociale. Deklaratë për opinionin publik. Gjatë përfoljeve e situatave në lidhje me vija, ka ardhur si pasojë e veprimeve të papërgjegjshme dhe të dyshuara të kundërligjshme të noteres Vjollca Selimi, të ndërmarra në mënyrë të fshehtë dhe në mungesë të plotë të palësëligjshme, në respekt të së drejtës për informim të publikut, deklaroi Sava Vion. Sipas njoftimeve të publikuara sot në media, noterja në Tiranë, zonja Valbona Selimi, ka pretenduar se palët kanë qenë të pranishme gjatë nënshkrimit të aktit të transferimit të aksioneve nga Mabco Construction S.A. në shoqërinë 2A. Me këtë rast, sqaroi publikisht se as unë dhe as ndonjë person i autorizuar nga Mabco Construction S.A. me seli në Lugano, pronare 98% të aksioneve, të cilat rrjedhin nga investimi në aeroportin ndërkombëtar të Vlorës, nuk kemi qenë ndonjëherë në zyrën e saj, nuk e kemi takuar noteren Selimi, nuk kemi pasur asnjë komunikim me të apo me përfaqësues të saj dhe nuk kemi nënshkruar asnjë dokument apo prokuar në praninë të saj. Madje deri më sot nuk kemi dieni se ku ushtron aktivitetin e saj noterja. Megjithatë, në një akt notarial të vitit 2023, që noterja e përdor jo ligjërisht si pjesë e dokumentacionit për transfer të pronës, të cilin ajo cilëson si prokuror, noterja Selimi ka përfshirë deklarime të pavërteta, duke pretenduar me shkrim se unë Behçet Pacolli pas kam qenë fizikisht i pranishëm në zyrën e saj, ajo pas kësh kryer identifikimin tim, më pas kësh lexuar aktin në pranitë e një përkthyese të gjuhës angleze dhe se pas miratimit tim, pas kam nënshkruar dokumentin përkatës. Këto pretendime janë plotësisht të rreme. Unë nuk e njoh noteren Selimi, unë nuk kam qenë asnjëherë në zyrë apo ambientet e saj, nuk kam dieni për ekzistencën e një përkthyese të tillë dhe asnjë tekst nuk më është lexuar apo paraqitur ndonjëherë nga ajo ose nga ndonjë person tjetër në lidhje me aktet e përmendura. Në vijim, theksoj se ky akt notarial përbën një element themelor të veprimtarisë së dyshuar të kontraligjshme të ndërmarrë nga zoti Valov Luka, me të cilin në fillim të muajit prill ka tentuar të realizojë transferimin e 47% të aksioneve, duke e mbajtur atë të fshehur deri në momentin kur është zbuluar rastësisht 4 muaj më vonë, në 18 gusht të vitit 2025, në dokumentacionin e ish administratorit të shoqërisë Via. Ky akt i kryer në mënyrë të fshehtë përbën burimin dhe shkakun fillestar të kësaj situate, me të cilën po përballemi sot.